Reformës zgjedhore që është rikthyer në qendër të debatit politik, ndërsa Komisioni i Posaçëm parlamentar po shqyrton ndryshime që synojnë të adresojnë disa prej problemeve më të përsëritura të çdo procesi elektoral. Në fokus është përdorimi i administratës publike dhe burimeve shtetërore gjatë fushatave, një çështje për të cilën kryekomisioneri Lilian Celibashi ka kërkuar rregulla më të qarta dhe që nuk lën hapësira për interpretime. Po për tek këtij debati, reforma duhet të japë përgjigje edhe për çështje të tjera thelbësore, si sistemi zgjedhor, referendume, depolitizimi i administratës, dhe nëse ka ende kohë për të përmirësuar rregullat e lojës për partitë politike përpara zgjedhjeve vendore të 2027-s. Për të analizuar se sa afër është Shqipëria një reforme reale dhe gjithëpërfshirëse, në studio kemi ftuar ish-kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Kristaq Kume. Zoti Kume, faleminderit shumë që pranuat ftesën, mirë se keni ardhur. Flasim për një çështje shumë të komplikuar që në fakt ka shqetësuar shumë njerëz dhe gjithë opinionin. Mendoni se vërtet ka një mundësi reale dhe kjo është e para për të arritur një reformë zgjedhore ashtu siç duhet në të vërtetë? Apo partitë politike si zakonisht vazhdojnë edhe zvaritin procesin edhe në fund, si shta e zoti mentor Kikia që ishte i ftuar përpara jush, përfundojnë në ca retushime, ca rregullime të vogla dhe jo në një reformë të vërtetë dhe të pastër. Fillimin e pyetjes tuaj, a ekzistojnë mundësit? Për mua patjetër që ekzistojnë mundësit. Por çfarë mungon, pse s'bëhet kur mundësit janë? Mungon pastaj dëshira vullneti për të bërë gjërat. Këto janë dy gjëra që ndryshojnë shumë nga njëra tjetra, të cilat në përgjithësi shoqërojnë proceset ligjbërëse, cilat do qofshin ato, cili do qoftë objekti i tyre, por shfaqen në formën më të fortë të tyre dhe me efektet më të mëdha negative, veçanërisht kur bëhet fjalë për ndryshimin e legjislacionit zgjedhor. Sepse dihet legjislacioni zgjedhor është ai nëpërmjet të cilit realizohet edhe marrja ose mbajtja e pushtetit. Partitë politike të cilat janë dhe aktorët kryesor të partë interesuar në garat elektorale, tek ne janë parti të cilat synim të tyre, objektiv të tyre kanë gjithmonë pushtetin, pastaj mundësit është tjetër gjë. Ajo që pastaj të gjitha angazhohen dhe kërkojnë që të jenë pjesë e procesit është pikërisht kjo. Si duhet të hartohet legjislacioni i cili do të rregullojë garën midis tyre. Ky është një ndër problemet e mëdha dhe shumë të rëndësishme, ose një ndër drejtimet shumë të rëndësishme të punës që duhet bërë në kuadër të punëve për legjislacionin zgjedhor dhe në të njëjtën kohë bashkë me të po kaq e rëndësishme si dhe në çfarë mënyre duhet të hartohet legjislacioni zgjedhor për të krijuar kushtet e nevojshme për mirë funksionimin e demokracisë përfaqësuese. Kjo dyta pastaja është pikërisht ajo pikëlidhje shumë e fuqishme e gjithë këtij procesi legjislativ me qytetarin. E para është pra rregullat e garës janë për garuesit, për partitë politike, mënyra se si këto rregulla gare, nëse zbatohen ashtu siç shkruan dhe ashtu siç bie dakord, realizojnë pastaj produkt siç e kërkon qytetari, pra rregullat e mënyrës funksionimit të sistemit janë të lidhura direkt me qytetarin. E neve harojmë ose anashkalojmë, jo neve, partitë politike, e anashkalojmë këtë moment. Dhe nëse keni ndjekur ose kushdo që e ka patur mundësi ti dëgjoj, ata deklarojnë me të madhe dhe në mënyrë të vazhdueshme, jo sot, në mënyrë të prershme vazhdojnë që rregullimi i legjislacionit, hartimi dhe rregullimi i legjislacionit zgjedhor është e drejtë dhe detyrë tona. Sepse këto janë rregulla sipas cilës neve do garojmë me njëri tjetrin. Dhe e konsiderojnë pothuajse në limitet zero, afër zeros, faktin që këto rregulla nuk janë vetëm për ta, por shumë më tepër se sa për ta, po ashtu janë dhe për qytetarin, sepse sipas këtyre rregullave dhe në zbatim të këtyre rregullave ashtu siç ato ndërtohen, qytetari arrin që pra të gëzojë atë të drejtë shumë të rëndësishme të përcaktuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë për të qenë sovran. Sovranin e realizon këtë vetëm nëpërmjet, dhe kështu e thotë Kushtetuta, vetëm nëpërmjet votës. Dhe vota nuk është qytet vetëm instrumenti i cili rregullohet për mënyrën se si duhet të funksionojë në legjislacionin zgjedhor dhe nëse në legjislacionin zgjedhor. E harton të tillë duke mos menduar fare asnjëherë pikërisht për këtë
që unë sa po thash, natyrisht ai do të jetë i mangët. Ndaj dhe ne kemi probleme goxha të mëdha në legjislacion, të cilat unë do t'i ndaja në 2 grupe shumë të mëdha. Grupi i parë, ato rregullat të cilat nuk janë ndërtuar mirë dhe përpasoj kanë krijuar kushte dhe efektet e tyre kanë qenë të tilla që ne nuk kemi realizuar dot deri sot procese zgjedhore në plotësim të kërkesave të standardeve për të konsideruar zgjedhje demokratike, njëri krah, dhe ato rregulla të cilat neve po prap nuk i kemi ndërtuar mirë për të realizuar procese zgjedhore të cilat të kenë si produkt të tyre institucione që të përfaqësojnë drejtësisht vullnetin e qytetarëve, ashtu siç ata shprehin në kutitë e votimit. Këto të dyja duhen për mua në të njëjtën kohë të mbahen parasysh dhe të njëjtën kohë të punohet për to. Deri sot shumë pak është punuar për këtë të dytën dhe gjithkohon është thënë se jemi duke punuar dhe po përpiqemi të bëjmë më të mirën për të parën, siç është edhe kjo që po bëhet tashti apo jo. E keni ndjekur edhe aktivitetin e fundit. Çfarë u thanë aktivitetin e fundit? E gjitha që në funksion të realizimit të angazhimeve që ne kemi marrë si shoqëri dhe nevojave që kemi, jo vetëm angazhime, por dhe nevojave që kemi si shoqëri për të plotësuar, për të mirë rregulluar legjislacionin ton zgjedhor në përputhje me kërkesat e rekomandimeve të OSBE-Odirit. Por mos harrojmë asnjëherë, dhe unë këmbgul në faktin që sado mirë që ti pasqyrojmë këto rregulla, sa do mirë që të hartojmë legjislacionin zgjedhor në funksion dhe ashtu siç e kërkojnë edhe ndërkombëtarët, por jo vetëm. Maksimumi që mund të arrihet nëpërmjet këtij rregullimi më të mirë të mundshëm është vetëm plotësimi i kushteve për të patur zgjedhje në standarde, pra rregullon standardet e zgjedhjeve. Kurse nuk jep efekte, ose efektet e tija janë direkte, jo, indirekte po, ka dhe efekte në cilësinë e përfaqësimit që do ketë produkti që del nga procesi zgjedhor. Në qoftë se ne vazhdojmë të votojmë me këtë sistem siç e kemi, proporcional rajonal, pa i bërë ndërkohë asnjë ndryshim rregullave sipas cilës ky sistem zbatohet. Rregullat të cilat janë përcaktuar në kodin zgjedhor. Unë nisë reforma shpresat ishin të mëdha që kjo do ndryshonte, do të shkojë te majoritari. Jo, nuk është kështu, s'është kështu. Çfarë shpresa? Kush i ka dhënë këto shpresa? Paktën kështu. Jo. Shiko, partitë politike kryesore, PD-ja dhe PS-ja, paktën nuk janë shprehur asnjëherë për atë që do të kenë objekt të punës tyre në komisionin parlamentar për reformën zgjedhore, edhe mënyrën e zbatimit ose sistemin. Pra rregulla sipas cilët ndodh transformimi nga vota deri tek mandati përfaqësues në Kuvendin e Shqipërisë. Asnjëherë nuk janë shprehur. Shkarazi po, dikush ka thënë për shembull, PD-ja është shprehur se po ne jemi dakord me atë që propozojnë edhe disa parti të vogla për të patur një sistem proporcional kombëtar. PS-ja nëpërmjet përfaqësuesve të saj shprehur, por ne jemi të hapur që të trajtojmë dhe problemet të sistemit, por në radhë të parë do rregullojmë legjislacionin zgjedhor sipas detyrimeve që kemi për të zbatuar rekomandimet e OSBE-Odirit dhe lidhur me këtë që ju thatë që është diskutuar jo majoritari, këto janë vetëm diskutime që janë bërë nëpër tavolina, bile jo në tavolina formale me pjesëmarrje politike, por më shumë pjesë e diskutimit të njerëzve të cilës janë direkt involvuar në politikë, por janë shumë të interesuar për politikë bërje të mirë këtu tek ne. Kurse veprime konkrete në kuptimin e nismave ligjvënëse të tilla nuk ka nga partitë politike. Në parlament ose jashtë parlamentit ka vetëm deklarata, ashtu sikurse nisma të mirëfillta politike në kuptimin e realizimit të produktit që ato do të përfaqësojnë, as qytetarët nuk kanë sot, po kanë vetëm të propozuar, siç është nisma për shembull që tashmë ka filluar për të bërë ndryshime në kodin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet nismës qytetare ligjvënëse për të marrë ato 20.000 firma të mbështetëse të qytetarë, ku pjesë e ndryshimeve të propozuar në këtë janë edhe çështje që kanë të bëjnë me sistemin, me mënyrën e zbatimit të këtij sistemi që kemi, sepse nëse do kërkojnë ndryshe, siç thatë dhe ju, majoritari ose sistemi i pastër, atëherë problemi hapet në një kënd tjetër që prek me njëherë kushtetutën, pra fillon një proces kushtetues ndryshues. Duhet ndryshosh kushtetutën, pa të mund të diskutosh pasaj për një sistem tjetër nga ky që kemi proporcional kombëtari. Duke qenë se ne jemi dhe vazhdojmë të mbetemi në diskutimin dhe në përpjekjet e deklaruara, edhe këto të pa
realizuara akoma, për të bërë ndryshime vetëm në rregullat e përcaktuara në kodin zgjedhor, të cilat rregullojnë situatat, rregullojnë terrenin për realizimin e proceseve zgjedhore në standarde dhe nuk kemi asnjë vëmendje për të angazhuar dhe për të realizuar ndryshime për mënyrën se si funksionon sistemi proporcional dhe rajonal këtu tek ne. Çfarëdo që të bëhet, edhe më e mira që mund të bëhet me këto të parën, nuk mund të shkoj atje ku do donim ne që të gjithë. Pra, tek një rregull i përgjithshëm legjislativ zgjedhor, i cili do të bëj të mundshme funksionimin efektiv të demokracisë përfaqësuese. Sado mirë ta zbatosh, sikur ta kesh zero efektin e ndërhyrjes në rezultatin e procesit zgjedhor të përdorimit të aseteve publike. Ose të Flasim për administratën, zotin Ilian Celibashi, pikërisht ju ka thënë pra që ma përcaktoni se si mund të përdoret apo keq përdoret apo mos përdoret administrata. Po, dhe leta supozojmë se çfarë ndodh me administratën? Dhe supozojmë se do të ndërtohet, pra në kuadër të këtij ndryshimi që do t'i bëjnë legjislacionin zgjedhor, do të ndërtojnë rregulla shumë mirë, shumë të mira, shumë të qarta, dhe shumë detyruese. Pra, çfarë realizohet deri në fund? A e zgjidh pyetja që të kuptohet më mirë? A e zgjidh ky problemi që 60.000 votat e vitit 2025 për një subjekt zgjedhor prodhuan vetëm një mandat, deputeti? A e zgjidh kjo problemin që në 2021 apo jo 108.000 votat e një subjekti zgjedhor prodhuan vetëm 4 mandate, ku ndërkohë mundësit me një ndryshim të vogël të zbatimit të sistemit proporcional rajonal mund të prodhonin 9 mandate, që do të thotë mijëra dhe qindra zgjedhës të cilët kanë votuar për këto subjekte nuk e shohin vetëm të tyre të përfaqësuar në Kuvendin e Shqipërisë, dhe këtë e rregullon dot ndryshimin që mund të bëhen në kodin zgjedhor në të gjitha ato dispozita të cilat trajtojnë problemet të përdorimit të administratës zgjedhore? E rregullojnë? Jo, nuk e rregullojnë këtë. Por ama, për mua, është e domosdoshme që të punohet dhe të rregullohet gjithçka që ka të bëjë me këtë që sapo tham, për të mos patur procese zgjedhore të cilët në rrjedhën e tyre dhe në rezultatin që marrin të jenë të ndikuara pikërisht nga këto fenomene. Nga fenomenet e përdorimit të administratës zgjedhore, nga fenomenet e keq përdorimit të fuqive që ka institucioni publik, apo tek intimidimi i zgjedhësve, tek përdorimi pare të pista në një proces zgjedhor, tek financimet dhe përdorimet e pa kontrolluara, qoftë të parave, qoftë të mundësive që ka komunikimi me mediat sociale dhe me të tjera, patjetër që duhet të rregullohen të gjitha këto. Po si mund të bëhet pra që të rregullohet pikërisht kjo, që të kemi një administratë pavarur dhe profesioniste dhe jo një administratë e cila anon nga krau politika, apo bashki të cilat do të përdoren gjatë fushatave? Shiko, nuk është e vështirë për të bërë në kuptimin që të shkruhet rregullin në letër. Rregullin në letër shkruhet, s'ka asnjë problem për ta shkruar. Problemi është pastaja se sa dhe si zbatohet ai rregull. Ashtu sikurse në atë të parën që thashë është e lehtë, për të bërë është e lehtë, po duhet bërë me shumë kujdes, që do të thotë të mos hartohen rregulla të tilla, të cilat kanë hapësira pastaj për të interpretuar, ajo që kërkoi dhe Celibashi, ndërtoni rregulla, të cilat mos kanë mundësi të interpretohen si të tilla për çështjen që ata diskutonin dje, apo për çështjen e përdorimit të aseteve publike të administratës e kështu me radhë. Mos na lini që këto rregulla të ndërtojmë ne me aktet nënligjore, kemi ndërtuar, pra rregullatori në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka bërë, sepse sado që të bëjmë ne nuk kemi fuqinë në atë efekt që duhet t'japi rregulli ligjor me fuqinë që ka ligji. Pra, ndërtojnë këto rregulla mirë. Sepse në qoftë se nuk i ndërtojmë rregullat mirë, kështu siç i kemi jo mirë të rregulluar, ne jemi të ekspozuar ndaj shfaqjes së këtyre fenomene. Shtoi pastaja dhe ndjenjen e madhe dhe sjelljen e garuzëve dhe veçanërisht atyre që kanë fuqinë dhe mundësinë për të sjellur në mënyrë të tillë, duke përdorur hapësira dhe keq interpretimin e dispozitave, pra atë përdorimin ndryshe e kuptoj unë, ndryshe e kupton ti të një dispozit, sepse dispozita ta lejon këtë gjë, kuptohet se çfarë rezultate marrim. Pra marrim ato rezultate të cilat
në raportet e fundit ose në vlerësimet e zgjedhjeve të fundit të 2025-s midis të tjera dhe ndër të tjera u tha diçka që është vërtet jashtëzakonisht serioze. Është shumë serioze. Fakti që procesi zgjedhor bëri që në shumë raste të shuhet kufiri midis shtetit edhe procesit zgjedhor, pra mazhorancës dhe procesit zgjedhor. Dhe për ta realizuar të nuk mjafton vetëm për mua që të ulemi dhe të ndërtojmë disa rregullave, por të dimë se si të ndërtojmë dhe të ndërtojmë duke bërë më të mirën e mundshme, gjë që nuk bëhet vetëm duke ulur ato dy palët atje, PD-ja dhe PS-ja, sepse koha e ka treguar. Përvoja deri sotme ka treguar që çfarëdo që ata kanë arritur të zgjidhin së bashku në mënyrë bipartizane ka patur gjithmonë mundësira dhe shtigje të tilla për tu interpretuar dhe për tu keq përdorur pastaj nga njëri apo nga tjetri. Gjë që për mua ka mundësi për të mos të përsëritur një situatë të tillë nëse në gjithë të proces përfshihet edhe një aktor i tretë dhe shumë i rëndësishëm. Dhe ky aktor është qytetari. Pra të jetë qytetari pjesë e punës të reformën në reformën zgjedhore. Nisë pra intelektualët thonë ju. Po pra qytetari, jo partitë politike, njerëz jo që janë parti politike. Po jo qytetar, apo jo njerëz të cilët kanë punuar. Patjetër tash do vi njëri që është inxhinier dhe di shumë mirë se si ndërtohet një pallat, por nuk e ka fare apo s'ka fare njohuri se si ndërtohen rregullat e një gare zgjedhore. Natyrisht dihet ajo kështu. Pra qytetarët kanë parasysh me këtë term kanë parasysh dikë që ose disa të organizuar ose të pa organizuar në grupe interesi në organizatat të shoqërisë civile kështu me radhë, të cilët kanë se ç'të thonë, kanë se ç'të bëjnë dhe dinë se çfarë duhet bërë më mirë në kuadër të punëve përpjekje që duhet bërë në mirërregullim legjislacionit zgjedhor. Që do të thotë legjislacioni zgjedhor, kjo reformë zgjedhore, të jetë produkt i tre aktorëve. Partitë politike në kuvend, mazhorancë opozitë, dhe qytetari që është jashtë kuvendit, po të thritet në kuvend, jo të thritet për të dëgjuar, po të thritet për të punuar së bashku me ta. Është komplet një qasje ndryshe kjo që unë them sot dhe që kërkoj të bëhet, nga ajo që është bërë deri sot dhe nga ajo që kanë kërkuar dhe që në një farë mënyrë dhe janë kënaqur dhe ndërkombëtarët se është bërë që reforma të jetë gjithëpërfshirëse dhe pastaj reforma ishte gjithëpërfshirëse sepse u thirrën përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe u dëgjuan. Kanë qenë thjesht konsulent? Jo, ka qenë thjesht vetëm një tik e bëm dhe këtë gjë, pra i thirrëm i dëgjuam, se shtan as nuk e morën vesh, as nuk duam ta marrim vesh se shtan, sepse ne do bëjmë ato që duam ne. Pra jo kështu. Jo kështu. Qytetari, pra kë pjesë shumë e rëndësishme e shoqërisë, kë pjesë shumë e rëndësishme me interesa shumë të mëdha në një proces zgjedhor, që janë zgjedhësit, pra, të jetë pjesë e realizimit të reformës zgjedhore. Cilat janë mekanizmat dhe rrugët që mund të përdori qytetari për këtë gjë? Se e thënë, mund të thuash, po, si ta bëjmë pak. Ka edhe këtu dy mundësi të cilat ne duhet të përdorim. Mundësia e parë është ajo që na jep kushtetuta, si të drejtë. Dhe kushtetuta qytetarëve ju jep të drejtën që të propozojnë ligje, nëpërmjet asaj që quhet nisma ligjvënëse qytetare. Dhe ajo që mungon pasaj dhe që duhet plotësuar, mungon sepse të tilla kemi iniciativa të tilla të përfunduara, të çuara në Kuvendin e Shqipërisë, edhe për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore. Ka sot në Kuvendin e Shqipërisë një projekt ligj të çuar nga qytetarët se si duhet rregulluar dispozita që trajtojnë këtë lloj procesi zgjedhor, por krahas saj dhe përveç kësaj dhe bashkë me këtë duhet dhe presioni i madh qytetar për të detyruar partitë politike që t'i pranojnë në tavolinë. Jo për të dëgjuar, si që i thrasin, po për të punuar me ta, për të realizuar së bashku të tre këta aktor, që të kenë vendimarrje. Absolutisht, të jenë produktiv dhe efektiv në vendimarrje, para të kenë dhe ata firmën dhe vullin e tyre në kuptimin e figurshëm. Në lehtë votohet, se sa kur janë dy dhe mund të ka dhe sens. Mos e thjeshtoj problemin atë që do voton, nuk po flas, është tjetër gjë procedura. Unë them filozofia punët, aproçi, pra si duhet i parafrohemi neve realizimit më të mirë të mundshëm të kësaj detyre që kemi si shoqëri, jo të kësaj detyre që kanë partitë politike. Nëse ju do ishte ai qytetar që do ishte aty në atë komision, do ishte ai qytetar, cilat do ishin tre ndryshimet më të mëdha të para thelbësore dhe më emergjente që do të Atëherë,
E para, të gjitha ato gjëra që duhen ndryshuar në kodin zgjedhor për të pasur rekomandimet e OSBE Odirit. Po. Gjë që e bëjnë edhe pa qytetarët nofta një gjë të tilla apo. Nuk është se është problem i cili afekton në mënyrë esenciale garën zgjedhore midis njëri tjetrit. Pastaj, krahas saj, unë do të kërkoja që pjesë e tavolinës dhe e diskutimit dhe e gjetjes së zgjidhjes do të ishte mënyra se si do konvertohen pra votat në mandate. Domethënë si do zbatohet sistemi proporcional rajonal tek ne. Dhe tashmë neve në atë që unë i thash pak më përpara, qytetarët e kanë nisur një proces për ta shpërnë një projekt ligj për të tilla ndryshime, në të cilën është parashikuar midis të tjera për këtë problem që të ndryshohet harta zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, pra jo me 12 njësi zgjedhore, por me pak ne propozojmë me 4 njësi zgjedhore, të jetë votimi me listat hapura 100% dhe jo me listat 1/3 e mbyllur, 2/3 e hapura. Të mos përdoret kjo formulë që përdoret sot për ndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore që janë pjesësimi me numrat 1, 2, 3, 4, 5, po të pjesëtohet me 1, 3, 5, sepse në këtë mënyrë rritet mundësia për konvertimin më proporcional, më të mirë proporcional të votave të depozituar në kutitë e votimit në mandatet në Kuvendin e Shqipërisë. Ne do t'i kërkojmë që administrimi i procesit zgjedhor mos të bëhet nga njerëz dhe partive politike. Pra të ndryshojë rregulli sipas së cilit ndërtohet administrata zgjedhore, të ndërtohet administrata zgjedhore jo me partijak, po të ndërtohet me qytetarë dhe kemi ndërtuar edhe gjithë ato rregulla i kemi shkruar se si mund të realizohet një gjë të tillë. Kryefjalë e gjës e zgjidhjes si neve propozojmë është të ngarkohen me detyrën për administrimin e procesit zgjedhor qytetarë të cilët ushtrojnë profesione të licencuara, siç janë avokatët, noterët, juristët, mjekët, inxhinierët, mësuesit, të cilët në qoftë se nuk e zbatojnë ligjin zgjedhor pastaj pasi t'u ngarkohet kjo detyrë, të humbasin licencën. Domethënë të bëjnë llogaritje të tilla që shikojnë një shkelje e ligjit e qëllimshme në favor të njërit apo tjetrit, do të kushtoj për të rjetën. Do humbash zanatin tënd për të rjetën, nuk do kesh mundësi ta ushtrosh. Gjë që është një kusht shumë i fuqishëm që të bëj njerëzit duan ta bëjnë, por edhe detyrohen ta bëjnë detyrën ashtu si kërkon. Është utopi që të ndërojmë kaq shumë pastërti, transparencë dhe rregull në Shqipërinë tonë? Jo, s'është utopi, absolutisht. Është mundësi e cila duhet përdorur për mua. Dhe nëse edhe sa kohë që neve nuk bëhemi të gjithë bashkë dhe nuk e kërkojmë dhe nuk arrim ta realizojmë ta përdorim këtë mundësi, ne do të kemi probleme të vazhdueshme me produktet që do nxjerrim nga proceset zgjedhore. Pra do kemi parlamente si ky sotmi, në të cilën vigishin 140, ai zgjedh dot një 4 ose 5 që janë për smbari për në secilin grup parlamentar apo jo në kuptimin e asaj që vërtet ushtron një detyrë, ushtron një profesion, se profesioni është në fund edhe politika, shumë të vështirë, por ama po ushtron në nivele dhe cilësi të tilla të cilat ata për të cilët ti e bën këtë punë janë të kënaqur me ty. I gjen dot sot një gjë të tillë. Mos ta zgjasim. Edhe pak më përpara ke folur dhe me të tjerë kolegë të mi për të gjithë kjo cilësi të cilat. Ishte më optimist se ju se i bëri 20, 25 ju ma ulët. Po mirë, nuk është puna tek numrat, është puna tek fenomeni. Fenomeni kur ti shkon në ulsen e deputetit sepse të do kryetari i partisë, është natyrshme që ti çdo gjë do ta bësh në funksion dhe në plotësim të asaj që do kryetari i partisë dhe në fund fare mund të bësh dhe diçka që do ta duan ata që të votuan atje në zonën nga ku vjen. Pra nëse ne nuk bëjmë këto ndryshime që unë thash, midis të tjerave e lam tek administrata zgjedhore apo jo, të cilat nuk janë luks, po janë nevojë për të bërë, ne do të ndodhemi në të njëjtat situata, me të njëjtat fenomene, me të njëjtat rezultate, me ato që kemi patur deri sot në proceset zgjedhore. E koha është na thret që të bëjmë ndryshim të madh për të gjë, sepse siç dihet, një institucion i cili del në një proces problematik, siç dhe janë proceset zgjedhore këtu tek ne, në atë nivel që ne kërkojmë, që ato duhet ishin, duke ju referuar ati niveli, që e kërkon demokracia, që ato duhet ishin, ne nuk do të kemi mundësi për të gëzuar, tamam, në shtëpit tona, në familje tona, tek fëmijët tanë, atë çka realisht të kryen mundësi që
qytetarish një sistem i tillë dhe të qeverisje, i cili mbështetet mbi parimet e demokracisë apo jo. Do ta kemi shumë të vështirë ta bëjmë. Do ta kemi shumë të vështirë edhe që të jemi pjesë efektive e prekshme kam parasysh atë çka arrit të ketë për veten e tij qytetari i thjesht, edhe fakti që mund të jemi nesër edhe pjesë e vendeve të BE-s, por ama mund të jemi delja e zezë e vendeve të BE-s pastaj. Pjesë e tyre, po delja e zezë që të dallojmë në tufë me njëra. Reforma territoriale, reforma zgjedhore, sa duhet njëra për tjetrën, sa duhet që të ecin paralelisht dhe mirë të dyja? Atëherë, prerja e madhe midis reformës territoriale dhe reformës zgjedhore është gjenerohet nga zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, kurse lidhur me zgjedhjet që bëhen për Kuvendin e Shqipërisë nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, sepse në zgjedhjet politike është kodi zgjedhor i cili bën ndarjen e Shqipërisë pastaj në njësi zgjedhore të cilat mund t'i bëj dhe s'është i detyruar t'i bëj sot me ndryshimet që u bën në Kushtetutën në 2020, duke referuar ndarjes territoriale administrative të vendit. Pra s'ka lidhje kjo. Kurse zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, po patjetër, sepse zgjedhjet do të bëhen për të ndërtuar pastaj administratat, organet drejtuese, organet administruese të njësive vendore në ato njësi vendore të cilat do t'i përcaktojë reforma, e cila tashmë është duke u realizuar, por që për mua është duke u realizuar në të njëjtat formate, në të njëjtat rregulla, me të njëjta qasje me ato të 2014-s. Por në 2014 ishte fare hapur, dhe e lexueshme me njerë çapo ndodhte, opozita atëhershme, që vazhdon të jetë dhe sot opozitë, u largua nga procesi dhe gjithçka ju lanë dorë Partisë Socialiste dhe bëri ajo siç e mendoi ajo më të mirë e mushme sipas të dy indikatorëve që përdoren për të vlerësuar rezultatin, interesit saja, interesit elektoral saj dhe interesit qytetarëve nga ana tjetër. Jemi po ashtu në të njëjtën gjë, vetëm jo kaq e dukshme. Opozita nuk është duke qenë pjesë reale, efektive e reformës territoriale administrative. Pavarësisht se çfarë thot, pavarësisht se çfarë deklaron, produkti cili është dhe produkti është i tillë që me ç'duket në shtator, mazhoranca do miratoj me dhe i duan edhe një 3 vota më shumë, apo nga ato që ka ajo vetë, do miratoj atë që ajo do. Çfarë do të sjellin, çfarë mund të sjellin një gjë e tillë në optikën dhe në këndvështrimin e qytetarit, nuk ka pse të presim që do të sjellë diçka shumë më të mirë, esencialisht më të mirë nga ajo që ka sjellur që solli reforma e bërë në 2014-2015. Veçanërisht për sa kohë që deri tashti e gjitha, nëse e keni ndjekur diskutimin, ka qenë e fokusuar në numrin, sa do të kemi. Ka 4 variante se si mund të ndahet. Dhe këto 4 variante duket se janë variante të cilat plotësojnë njëri tjetrin në aspektin psikologjik më shumë se sa në aspektin e produkteve të mundshme, mbi të cilat mund diskutohet dhe vendoset, sepse pothuajse të paktën kjo është përshtypja edhe përshtypja time, është vendosur, ose e kanë të vendosur, të parazgjedhur se çfarë do të bëjmë me numrin, me ndarjen, me hartën, si do të jetë harta, por deri këtu kanë shkuar, ndërkohë që ka 2 probleme shumë të rëndësishme. Problemi i parë shumë i rëndësishëm është, të na e thonë, shqip dhe hapur. Do ndërtojmë një pushtet lokal mbi bazën e parimit të decentralizimit, apo mbi bazën e parimit të dekoncentrimit. Deri sot është thënë, 2014 do tha, parimi bazë është decentralizimi. 2014 deri sot në vend të këtij parimi ose ky parim ngadal hap pas hapi është funksiuar me parimin e dekoncentrimit. Çfarë do të thotë parimi i dekoncentrimit, që është pushteti qendror i cili praktikisht ushtron të gjithë çka duhet bërë edhe në nivelin lokal nëpërmjet atyre drejtorive rajonale që kanë institucione që ndërtojnë për të bërë gjëra që thonë që këto nuk i bën dot pushtet vendor, po do t'i bëj pushteti qendror me deleguarit e vet, me zyrat e tij që ka. Pra let na i thon hapur. Që ne jemi dhe do të punojmë për të realizuar një pushtet vendor që do veprojë sipas parimit të tillë, dekoncentrimit, dhe pas saj të ndërtojë legjislacionin. Dekoncentrimi kërkon përveç kësaj
akoma mirë si kushtet decentralizimi, do ishte akoma mirë, do e pronte akoma mirë, që të trajtohet problemi jo vetëm në këtë nivel, në nivelin e parë, si që kemi komuna dhe bashki, por dhe në nivelin e dy, nivelin e qarqeve. Ne i kemi qarqet inefektive. Çfarë do bëhet me to? Si do bëhet? Në qoftë se të mendohet që hajde tash nga 12 i bëjmë 6, nga 12 i bëjmë 4, nga 6 i bëjmë 3, tjera, pa thënë, pa hyrë, pa ndryshuar, në thelbin e vetë mënyrën e funksionimit të tyre. Detyrat dhe drejta që duhet kenë këto, që sipas asaj çka unë me kolegët mi kemi propozuar të bëhet, është të ndërtohet pushteti, niveli pari i pushtetit lokal, në nivele vendimarrëse afër vendimeve që merr Kuvendi i Shqipërisë. Pra, jo ligjbërës, por vendimet e tija, pra, të mos jenë rezultat i shumimit të vullneteve të zgjedhurve të cilë formojnë këshillin, të zgjedhur lokal, të cilë formojnë këshillat rajonal, por tjetë rezultat i vullnetet të shperur nga të zgjedhur direkt nga qytetarët. Pra, le të formojmë ato që quhen parlamentet lokale, parlamentet rajonale, të shprejnë dhe të shkruajnë mirë detyra që duhet kenë këto, duke ju referuar në këtë rast më mirë parimit të decentralizimit dhe jo koncentrimit, dhe koncentrimit mirë thash, dhe në këtë mënyrë ne mund të bëjmë një hap shumë të mirë përpara drejtqasjes së mënyrës se si organizohet dhe realizohet pushteti vendor me atë që ka edhe BE-ja, siç e ka edhe BE-ja një gjë të tillë. Dhe pas saja, pasi të bie dakord për këtë mënyrë organizimit të pushtetit vendor, shumë e rëndësishme është hartimi i ligjit. Nuk flet gjerë tash, pak nuk kam dëgjuar që pjesë e punës së këtij komisioni të jetë edhe legjislacioni sipas cilit do të vetë qeveriset pushteti vendor. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, mund ndërtosh struktura sa të duash dhe si të duash, por nuk i ndërtove rregullat si ato do të funksionojnë, ato mbeten pastaj vetëm letër dhe pa efekte. Duhet të kenë një fletore pune apo jo? Një manual se si të funksionojnë. Jo, shiko, nuk e nisim punën as nga hiçi, as nga boshllëku. Ka përvoja sa të duash për këtë punë, ashtu sikurse kemi përvojë edhe ne vetë edhe ne gjatë gjithë këtyre 30 vjetëve, 35 vjetëve që ushtrojmë demokracinë kemi formuar përvoja, qoftë për mënyrën se si duhet punojmë në nivelin qendror dhe ashtu dhe lokal. Ndërkohë, zoti Belin Këlliçi ka dalë live me sa duket nga Partia Demokratike. Unë ju falenderoj shumë, zoti Kristaq Kume, për gjithçka që na informuat. Jam edhe unë vetë më i qartë dhe shpresoj të publiku është më i qartë. Ndjekim ndërkohë edhe këtë lidhje të drejtë për drejtë që na ofron regjia. Faleminderit.